Jo, nuk pranohet. Burgin të përjet që me njerë, es në qeli atje. Përshëndet që vetëm ja dhe mirë se erdhët të një loj që kur se kena loj të kanali jem, një loj si kjo. Ka të bëj shipe me gjyq. Krejt ku që aty sillet të që kiqi, as kush mbi ta shipe, bam bam. Kështu që shipe të mirë se erdhët të një loj që thërë Judge Simulator, është një loj ku ti je një gjyqtar, qaj që i merë në pytje kriminalat. Boni zilja, okej? Pastaj e hopa dera nëne, apo dikush. Edhe ka ardhur një zarf, një mesazh. Emrin tënd do të më shkruaj, Taulant. Taulant, ka ardhur një mesazh në post. I dashur Taulant, ti po thot je shpall si një gjyqtar. Zonja dhe zotëri, prej sot të tutje, unë do jem gjyqtari juaj, Taulant Abazaj. Me bom ju shtin dorë, ju kallëzejun e juve. Unë e kom u munu që me pru pache, siguri, edhe buk në për sofra apo në për tavolinat e qytetarëve të mi. Ju lutë mos bëni krime se pastaj e dini çka ekni. Mirë. Republika Banona te kuveni këtu sot. Bro, apo s'ka dhe film ke loja? Që ta të veshi pe këtë farë kravatën. Bro, java parë, case i parë, rasti parë. Opa, shifja sytë të manjokit i ka shipe. Para me mu ullë mu qëto polic, sytë hapni rrini në vëzhgim. Oke, pe hapi zarfin. Your Honor, mas pare, prej ministrisë po dojnë me të rru sukses të pozicioni ju t'i ri, që je shpall këtu dhe me thonë gjyqtari, fajmë dërshëm. Na kena orë me të kujtu ty se këto farë detajet janë shumë të rëndësishme për ty për mu konë si një gjyqtari regullt, adin jo me bonaj me shku qysh duhet. Unë është me gjithë po thot jetimet evidencat e evidence file, në të njëjtë ko po thot morësh informacione që se ka evidence, jetim dhe me thonë në tablet. Ky case file po thot për më bon kontente të rastit, informacione e këti të dyshuarit, apo me thirë. Unë është me morë në pyetje po thot këtë të dyshuarin, apo këfari i pandehuri, se thash po i pandehur, shqipe këta që thirën aty. Në tablet po thot mund është me i morë disa evidenca digitale, për shembull inqizime prej kamerave, ose inqizime kështu zone që është një. Mund është po thot me jakshur rekordimet e dialoget që kanë folë, dhe me thonë i pandehuri në mikrofon. Këto po thot inqizimet mujnë me hinja aty, okej, dhe me thonë po, pidina këta senet krejt. Kjo është libra po thot i libri juridik apo libri i gjyqit. I ka po thot rregullat edhe dënimet për krimet që ti duhesh me këshyr para se me i bon ata me i dënu. Ma në fund po thot e jep vendimin tënë. Kush? Unë e me këshyr libër sa mi adhon, sa burg, sa vjet burg. Jo be bac, ta është kallëzojnë në ty sa ja jap këtyne. Majnë men po thot, zgjedhjet e tua kanë po thot edhe pasuja. Qose e bën ai zgjedhje gabume, që shkron libra ti e bën ryshe. Okej, mirë. Okej. Atër për ja ku jemi shqipët e mia, dhe sa t'jam mësoj shqipe pak librave se posa, këtu dhe me thonë është libra, mduket që kjo është libra dhe me thonë për me këshyr reglat, kjo është për me mimqu që kiqit, zarfa është, që ma kanë qu ata, pasë kjo tjetra ke, okej, dhe me thonë të dhonat e këti djallit, okej, kje para është, evidence, kje para dhe me thonë mundet me pos, na je jetim këtu, për shemal, na inqizimi kamerës e zona e shumërall, okej, i pandeuri. Qa po thut, ja je fajtora si? Më shpaka, mëj me prek edhe policina? Qysh mëj me ndihmu, po thot? Mëj me kërku shqipe kësi farë përforcime këtu, dhe me thonë asi siguri mat nalt, ose mëj mi ofru pare. Ma denjë Kosova. Mi ofru shqipe pare policit për mësadin. Okej. Mirë. Që mërë pas, ka me dhe shonës, me bas assassinated dikush. Ku si aty në ati, ku shokon e George Bush, ku shokon njone, jo Trump, jo ata që dojshin me myt, ku po doj ka dikush me myt, pas ke shans me të myt dikush, ose bë, okej. Mirë, ate pro ti, ta këshyrmi, dhe me thonë kjo është James i Edle, 26 vjet ku song në i paska. Se James këshyri për ty, këshyri bëjt dishka, ta shë një herë qa ke pun. Okej, i ka thyrë regla, James Edle po thot që është po, në ora 2 të natës po thot, okej. Ka qenë ora 1:30 po thot edhe unë nuk jam ndje mirë. Ky çka ka thonë? U kon ora 1:50 edhe nuk jam ndje po thot mirë. Në çat moment po thot kom harru se
Aha, ky pas ka shku në fakt me një vend shipe që është aty e ndalume. Okej, se më konë mirë po thotë edhe nuk e kumdi që aty është e ndalume. E po është policin po thotë që kenë në patrol. Edhe më kujtu se ka aty, do më thonë, restrictions. Që, okej. Pa i me të kalëzot drejt, ti s'pas ke bon, të shka, okej, vesh ta këshu i ta shqyshën shipe këta. Vesh pak. Homicide crimes nuk konë, kjo është vrasje, kjo është hajni, assault se ka pas. Vesh pak kjo është, jo kjo nuk është. Vesh pak po mëjna make sure qështu, në mbytje nuk është, hajni së është. Që kem duket. Verbal assault crimes. Kinse që ka fol me policin edhe ka kërcnu ose diçka po jo as kjo së është. Jo kjo nuk ka. Kjo është sexual assault crimes. Jo kjo është dhe me thonë dhunë shipe, dhunë ose me përdhunu e që si sene, dhe me thonë, okej. Dishka mi ik toksave, me bon shpërlarje të parve. Okej, kësi sene, jo, kjo s'ka bon kësi. Kësi s'ka bon organized crimes. Me bon shit blerje kësi far prostitucione kësi sene, se në të këshia. Bro, cila ke e këti mër, bro? Bro, do na mja falë, shipe, nuk e ka thëj as një regull, që u bo mër. Babik, se ke thëj as një regull ti, ta marrë më pytje mër një me. I thëmë, pse nuk e ke... dhe me thonë po, shipe, qysh, se që kjo tash përkuptojnë a ma mirë ljo më fali. Dhe me thonë, policia u konë t'i shkuj denim, kjo nuk është pajtu me policin, se që ka i ka thonë policia. Si për shemë, policia me thonë, jo, ta ulen s'mush me parku, që aty ti mi thonë, unë e parkaj, mërë pse ku shiti, që po dënë me bon, që se sene. Se ke lon për thënë policin për me ta shkuj qëtë denimin. Sepse unë e komendu, po të se kam të drejt, edhe ata s'm kalon asni shans mu me shpjegu, edhe më kanë arrestu dhe me thonë. Mirë po ti aty, me thonë, deklaratën tone, që e ka deklaru ky, deklaratën tonë ti ke thonë se ti nuk e ndje mirë qatë natë. Se se ke thirë naj ambulancë, ormut. Si që thash, your honor, se një parë po dhe që më karën me nditemen qatë moment është me dal jashtë, edhe për më konë to e bon po dhe qatë punë s'ku menu ish mo për detaje tjera. Qa mi bo me shqipe këti? Këto i pas na evidenca, që se kena naj evidence, applications, që ka me blimër këto? Bro, me ble edhe kësi... Emaila, ok, s'kam najsen. Speaking records, që se... këtu që kena folune me ton. Ok, mirë. Shqipe zbesej se ka bon dishka keq ky. James Adley, bojnë shqipe not guilty. Liraj shqipe, se nuk... E di që është bo për gjysh, po... Tap që kiqit. Fitova, vish pak? Mirë, shko bo mërtash? Kinë se pas në orën shpiju në tash, si gjyqtar, kjo ka se loj me story e shqipe. Ma zesh loj me story shqipe dhe mjanë, që se po keni qef me vazhdu që të lojmë të rëgani koment, ok, për pjesën e dytë, se me të vërtit qenë ka e mirë. Dhe me do kjo në greja jeme, djali edhe vajza. Java par, 0 euro i pos, në alon s'ma pos ka dhonë Rogan, 100% e ka mental healthin. Muj me shkuj jashtë, ose muj me kry ditën për sët. Për shpak, me shkuj jashtë, qa me bu mër jashtë, në kazin... Bro, qysh mër gjyqtari në kazina? Ose me shku me pi, jashtë që me përshkaj po pi njerë nejsen. Qa po të në me marë? Vala, një viski që aty. Po thot s'ki pare. Unë jem gjyqtar, oj vajz, a di që... Ok, ajt, po dalim. Qipe s'kemi pe krym ditën për sot. Lajme, Bill Pest. Tash po thot ata që bëjnë, që kanë kësi criminal record. Që kanë shipe ma shumë që kanë bon, për shemë naj krime dhe kanë qkujtet aty në records, ma shumë kom ju rrit dënimi. Ok, java par, case i dytë tashe. Ky shqipe ftyrën e qenit e ka shqip në shqipe, ajni të po. Për mi ajni të po, bro. E këshu me mas pari. Po thot hetimët. Qek kur e kanë kërku këtë personin, po thot, me emrin Axel Brenton, që i kanë gjitë, po thot në gjepa. 5 mg Coca-Cola. Ti ko ke... Mirë, okej. Criminal record, po, se ka bon krim, kjo vetë pasi. Dhe me thonë Axel Brenton 27 vjetë, qyshmër 27 vjetë djali i ri. Dhe me thonë, që më kanë prun këta policia, mo që më kanë shkujt mas pari është. Detajet. Është gjithë po thot një substancë e vogël me drogë, këte personi me emrin Axel Brenton. Okej, kur e kanë ko policia po thot me kontrollu mbrëm, edhe pastaj e kanë gjithë qëton. Detajet. Okej. Dhe me thonë, kur e kanë ko, e kanë këshurë se kjo nuk është që po bën deal, adin me drogë, që po shete, adin po bën që si kontrabon. Jo, vetëm që ka pos kështu vetë. Axel Brendoni pastaj ka thonë, unë e po thot e pranoj që maj me vete kësi substanca mirë, po unë e përdori po thot vetëm në venin tem, diku, ku jem vetë, adin në shpi, ose diku në përmema që të sumentjen. Unë e po thot kërkën se kom lëndu, edhe kur s'kom e lëndu, unë pitashtet mo, pitashtet, pisodit që m'ke kapti mu, që m'ke nëzon, mos e përdori unë. Shibe, po më shtin me kajt.
çfarë rast, në rast i ron, shipe. Ky si bën keq kërkuj. Unë e di çyç po mprek në shpirt, po mprek si bën keq kërkuj, edhe e pin këto vetëm kuron vet. Në shtëpi, për shembull, çiç aty rri në zejet, a din këshir në TikTok ka pak rri kështu, a din chill e ka. A din shumë po mprek zemër që është alone në shtëpi, i vetëm. Edhe pastaj pitoshet ky se përdor mo. Edhe tash shumë po mprek në zemër apet që u tregu djali mirë ky, edhe pitoshet mo se përdor. Po ta pshosha gojen ta pshosha. Po kujna po don tiktafore me jalshu more e mangup. Ashtë ta kalzejnë aty. Vesh pak ku kjo dhe me thonë smuggling, jo smuggling nuk është. Që kjo më do këtë e funit kjo shipe. Vesh pak. Ish mu i mikshyrë për qashtu? Bro. Të më po mu isha mikshyrë si kur ma irët. Qashtu, okej. Okej, që possession carrying drugs. Dhe me thonë 10 muj në public service, e pastaj po thotë 18 muj public service edhe 5 mirë. Okej, dhe me thonë krimi këti që shpeshin edhe ju nuk është me vjet me qumë burg, po ven e mojnë public service për 10 muj, pastaj aggravated sentence 18 muj. Edhe 5 mirë dënim vesh që ka mojt qasti. Që e bjerë gjithsej 10, 28 muj shipe ky nuk mundet mu konë shpia s'jasht. Kështu që, po. Pastaj tjetërën, jo kjo është smuggling, kjo s'ka bo smuggling, okej. Mirë, atë pra, po vendosim ti, babik, veshak, mos ka më naj shons me marrë rok dikush naj plum, për possibility of arrest. Ok, 10%, është më s'kam pare, ok. Ate, pro ti, unë ty qpalli, vesh pak më s'ka nej evidence tjetër shipe qëtu. Speaking, jo, kje s'ka sen. Ok, vesh ta pysni me shipe fali. Pi tha, ma e kon tu e shiti këto, para se t'kan kop këta ty policia, e kon tu dosh me shita, po? Jo! E jem kon tu shku në shpi, po thot edhe pa prit pas e posh policin, tu ma këshyr po thot këtë letë njëftimin. Unë e doshta mu këthuj, po thot kënejna me ik, po, mo, adhe më kan kop. Qashtu, ti mirë e konë shpi të shku në këta po dalp, muta be edhe këta muta, ku të kapën bash, të dash në shpi me shku, ku e ke marrë këto, drogan. E ko marrë për një shokit, nuk e di aj pi ku e ka marrë, që qatë persone që ti e të thirë shok jema, on shok ju t'i ngusht. Jo, ajo është diku që e kum taku me një klub, me një bar që thirët Grand Pup, para një muaj, nuk e një kështu personalisht. Shkam mi thonë me Shqipe, unë të rajnë të kysen, ja ka shit dikush i veti Shqipe. Po, apet Shqipe, pe shpallit të guilty. Në public service pe qojna. Dhe me thonë, jail është me qunë burg Shqipe. Money është vesh ko me pagu dënim, edhe e trejta është public service Shqipe, kjo është... okej. Shqipe të mija, nuk e dita për që tonë public service që ka i bjenë, që ina me ledzu. Se nuk e kum dit. Public service Shqipe ko ka që pas ka liq që për dënoj ka me punu e falas për me mësuti, me marrë vesh shtajnë ata. Për shembull unë e këti kom i thonë tash ke me punu ti jash, ke me shku me punu ose me pastru parkin ose me shku ndërtimtari me punu ose diku falas, pa pare. Dhe me thonë, ama je gjithmonë në nënvëzhgim policis, edhe nuk mund është me ik ose najsen, që ashtu ti kime marrë vesh edhe kime thonë oke zboj mo kësi sene. Ose nashta pastaj ma vonë, kimi janis me punu vete, s'kime pi droge që si sen. Okej, ta bojna që tonë, sa muj? A im do këtë tha 10 aty edhe 18-28. Qollon shmire, bro. Success? Okej. Success, mirë Shqipe. Shpatova. O bro, pëse s'jam të marrë pare, mër bro iq? 0 euro, s'po kuptoj. Majt! A u lodhe gru, a u lodhe djall, qa po bani ju këtu? Iqe e kryta edhe sot një rast tjetër, më zëma kesh se qka po bëjnë. E shpak, qka ndodh me dol jashtë? Me jashtë me knina ke. Okej, pe kryna ditën Shqipe pra, edhe po janis me casein e tret. Këshyre këto. Po këshyre me ky, për shka ma kam prun policia këto. Që mërë? E shpak, policia ma po s'kam prun një farë, si farë dosja mo, qon kjo dosja kështu mërë? Bro, Shqipe. Qon mërë kjo kështu? Po bo mërë, të në mujta me qelë, O Shqipe, nuk mujta me qelë bro, një farë kutinje që të poshtë, mos mujta me qelë. Qa mërë e kutin s'pedi? Dhe me thonë, criminal record Shqipe i bjen, a ka bon ky ma irë, se tash më kujtu më falje, se së më po muj bashkejta, mi opë këty. Criminal record i bjen, dikush që u konë burg, u konë për shemë në polici, në gjyq, ka bo krejnë, pas taj apet, mas 7 muj apet ka bo dishka. E që kjo është, se të kanë ata në liste aty në raport që ke bon. Dhe me thonë, kjo vesh e rapor është që ke qek kuka e tina. Jason 42 vjetë mashkull, është denu për assassination. Assassination nuk konë
atentat, kon të dosh me my dikan. Kur o kon not, po thot, Freddy Colesi, po thot, shefi i Glensvigit, është gjet i vrar, po thot, te makina e tij, në bagazh të makinës tij, është konfirmu, po thot, se kamerat e kanë shiku vendin, kur është bon ky var incidenti. Ajo, nuk kanë punu kamerat në qatë moment kur është bon kjo vrasja. Pastaj një sigurim, po thot, me emrin Jason Harmstred, që ka qenë punëtor i vetëm, po thot, të qaj kompanin qatë ko. Okej. Dhe me thonë që ky që përshin i Shqipe ko ka konë sigurim të qaja kompania ku ju ka vro këti shefi, kinse. Shefi, po, aty. E po thot, këto e kanë arrestu policia, se veç këto e kanë zonë aty, të qaj veni. Tash po dyshojnë të ky mas ka boni sen. Edhe pse kjo konë sigurim. Që tu shive pjanis interesant diçka më vë. Dhe më pëlqen bro që ta loja që janë. Pastaj çka ka thonë ky? Ky po thot, në qatë not po thot kur është bë ky incidenti, vetëm 3 orë kanë kalu, pse unë ja kom nis me punu. Por unë jam kon po thot tu bë patrull si sigurim, madje tu e kontrollu vendin mos ka sen. E poshtë po thot makinën e Colsit. Mirë po e poshtë po thot bagazhin e hapt te makina e tij, që aty ma kopi syni se ka ndodhur diçka. Kur afrova tha afër makinës, e poshtë po thot trupin e vdekur të pajet të Colsit aty në bagazh. Diçka tjetër po thot që ma kopi synin tem vëmendje, tha është e poshta trupi ka qenë po thot me një red rose aty, me një trëndafil të kuq aty. Pastaj me njëra thera policin po thot. Bravo be ti me të vërtet që tu jetu masi, inshallah s'ti ka prisor ament. A qëton që ma pas kam prunë ata i Shqipe qatë kutin. Evident ku ka konë si jetim, që qaton që sun e qilë që ma erët. Që ma kam prunë po thot qëton tash që po thërë ka Cryptex. Unë po thot për me hop ato vetëm ti e din pasvortin që po ta japum na. Që se dën po thot me hop 3 herë para dritës Gjelbert, para se të ndezë drita Gjelbert, Cryptesi po thot prishet. U pas ka ndash me prit o bro. Aji, qa mi bomër tash këti. Për shpak tash Shqipe mos ka naj evidence këtu. Jo një me se s'kam punu kamerat ka thonë Shqipe ky. Okej, atë pra bra Shqipe, s'po di mër qa me bomër, më ka upet. A përshë Shqipe sa keq është edhe për policin. Pse shkon Shqipe kjo gjygji, kuton dikush për gjygjë, pse shkon got? Për shembull dikush Shqipe është në parabërgim tash, pastaj mas 2-3 vete kur t'ja shpallin. Që kjo është pa i marr argumentet, faktet, esenat që. Tash pa hetim na s'kena qa mi bon këti, pa qatë evidencë. Çka mi bon aj tash, që ajo ku ka kon diçka çto poshtë pa dhiva në ta. Ta pyes. I tham këti, qysh ka i mbytësi të qaj vendi juja aty si sigurim të që konë. Qysh ka mujt ai me i mrejna po thot, pa letër njëftim mrejna, qysh ka mujt me i të ju po thot, në makin. Pa e po kërkush. Valla s'kam nëj përgjigje po thot për ato, madhëria juaj, madhështia juaj. Po thot deran, dyert po thot, kur se në përdorë në sistem, pise ja kom njëson e punës. Qysh se ka njës dyert në sistem, s'ka punu sistemi dyrve pise ja ka njës me punu ti, që e do folë? A ke post naj problem ti naj herë me këtë shefin e kompanisë, me Fredin, a keni post naj konflikt mos marrëveshje? A e një e mirë ato. Glensvig po thot është një kompani shumë e madhe, unë e një ata me emra po thot, ja kom nis para 3 muaj unë këtu. Unë po thot vesh më kanë bon intervistë kështu, adin për më punë për aty s'kom pas naj probleme tona i sen. Okej, Shqipe dhe mia, ku jam shumë keq. A moni Shqipe ju në komente e mu me më tërgu ju çka kishit bon që të rast. Shumë kam qef me lexu komentet e juja bro. Pastaj me këtë policin Shqipe s'po di, veç pak. Mu i mi ofru Shqipe policit edhe pare, po s'kam pare. Që aty është probleme. Po Shqipe du na me lon të lira bro këto. Kur s'ki, kish na pos naj kamera, naj sen kish na bon dishka, mu kajt në ona bro, që shtu shumë keq. Qka me shpall më këto? On problem o bro se me bon Shqipe që është i, që shme thon fajtor. Faktin se kemi, ku pe din ti se ky e ka myt, se ky na tregoj, ky mundet edhe me rrajt, pa hajt e dije. Mi thon tash nuk kon fajtor, okej, Shqipe në këtë rast nuk kon fajtor. Ku inshallah është sukses. Sukses? Okej. Shkruaj pasvort. Më ka rroga më duket. Rroga ku më shkon bonk. 100 euro vesh i posta në bonk. Çka më 100 euro? Bro, 600 euro e kam rrogën, 300 euro qeroja. 120 euro mi ka marrë gruja me shku shopping, nëjse edhe me ble harq. 80 euro fatura, 100 euro më ka njetë. Jeta në Kosovë, Shqipe. Qysh më no, as duhet me post gjyqi rrogën 5-6 euro,
Me marr edhe kredit, po mu i ke edhe kredit me marr. Bilet ngull na mirë shipen kredit. 1.000, 2.000, ja shipe s'po marr njerë se po tutna bro. Mja marr 1.000, po s'pedi, ja mu i mja këthy njëherë shipe më zënë shfillimi lojes, s'po marr, okej? Që ta 100 euro pilon shipe për me blej naj vaja, naj buka, naj salam, naj pasull. Jo që kur gjon s'po baj. Mu fsha mi marr që ta 100 euro miro. Pa im derit. O i grua, pida 100 euro për shkaj blej naj se vesh, mës jarë krejt. Vajza ka diçka shipe, pik çuditse. Qa ki vajza babit? Vajza po thot po t'i lyp 100 euro për një shkollë pi duhe, na po pranon. Qëse nuk ja po thot ky seni ti zbret të poshtë. Me thonë seni ti bese që e dini shipe, janë si me po halucinacione, thjesht prish në tron. Oj vajza jeme, o ma be babit se... O vajza babit, be qa me t'bo maj? A bën be 50 me t'i dhonë gjys për gjys be? Ajt pa jap shipe, ma mirë ja vajzës teme se sa me pi cigare. My gru më s'lyp. Para me në dhe gruja me m'lyp pare tash, me thonë, a bën edhe mund një 200 euro se te Zara ka ros britje. Najsen, ose te ajo Sephora, ku jenat. Dhe krym ditën. Java 2 qipe. 2 persona. 2 persona. Ate pra, këtë kutin mujna shipe me hop tash. Tash përduk na me i lidh këto për me shku qëtu poshtë, Qështu? Pastaj, jo. Qështu? Pastaj Qështu? 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 Jo, vesh pak. Jo, nuk ban. Kja qështu? Qështu duhet më lidh kja. Bro, vesh pak. Qështu, po tani qëtu është problemi krejt. Unë jam ja bon, u kall drita Gjelbert. Që e qela shipe këto. Dhe me thonë kjo është evidencë shipe. Janë gjithë po thot dë gërshor, edhe një kutin po thot në makin. Kodi është 21234. Prak mos duna shipe me majt me e qitan foto për shdera. Ski po thot edhe një evidencë po thot aty në tablet, okej? Vetëm që kja kuka, okej, mirë është. Atër ta shem qa puna, Bob Isaki. 212, okej, 314 është ajtite. Dhe me thonë Bob Isaki gërë 34 vjetë mashkull. Makina është vjedhur po thot kur ka qenë në parking. Dhe me thonë ku ka qenë parking është vjedh, që aty ku banon po thot Lemon Diazi. Është bën një denoncim po thot në mëngjes, dhe me thonë noton është vjedh makina, në mëngjes me një është bën denoncimi, dhe me thonë që është vjedh makina. Edhe pastaj këta numëritarëve është bën trace, dhe me makina po thot është kthy në mëngjes pastaj, edhe është gjetë po thot një kuti me gërshër cigare po thirr kanë. As të sen tjetër nuk është gjithë. Pas rezultateve të identitetit po thot personi që ka qenë makinë brenda është konfirmu që është Bob Isaki çky. Me emrin Big, që po thirrë që është atë ai duti makinën. Okej. Pastaj çka ka thon Lemon Diaz, që po është çaj tjetëri. Domethënë që e ka denoncu këton. Ky është ajni çky. Çka ka thon ky? Na kena shku po thot te shtëpia e Verës. Te fshati te në lagja atje, domethënë County Village, okej, me makinën time po thot për 2 ditë. Pasi është kry po thot dita e dytë, po mduket e ku marru po thot me mbyll makinën aty, sepse më kon shumë i lodhët po thot rrugës. Edhe besoj se që ka ndodhur çaja, pastaj e ka marr ky, e ka vjell ato. E tash çka ka thon ky ai duti? Çat mëngjes po thot që po thuhet që makina është vjedhur po thot. Një shok jemi i moqën po thot me emrin Connell Green, më ka thirr po thot mua dhe më ka thon se ka diçka urgjent në biznes. Ai më ka thon ka kërku mua po thot me ja marrun në porosi aty, te një event që po thirrët Party Time. Unë kur e menova po thot që është urgjente kjo, unë shkova shpejt po thot te shtëpia e Connell Greenit po thot. Connelli po thot më dha do çelsa të makinës edhe një letër, edhe adresën se ku më çu këtë porosi. Pastaj pet ky Bobi Soku që ka thon. Pastaj po thot unë ku marr makinën edhe ku më shku. Po, domethënë kur e ku marr makinën unë për më shku atje po thot, kanë ko policia dhe sikur makina që është vjedhur, kanë po mu. Pas që ti domethënë pas këtë deklarate domethënë Connell Greeni e kanë marr policia këtu. Çka ka thon Connell Greeni mos anej? Unë nuk pranoj asnjë akuzë ndaj meje po thot. Unë nuk di sen. Ka shive që tu është domethënë që ky është kinse hajduti shipe i zivi kinse që ky ja ka dhon këtij çelsat për diçka që tu shipe me të vërtet është një duhet me imet madhe o bro këtu. Vesh pak se më duket më thonë një evidencë. Kamerat. Okej. Po thot këtu është kamera po thot incizimi e vendit ku është vjell. Çajni tu po shipe këtu është një person me tesha me tesha zeza, ama fytyrën s'un pjashojm.
Po thot no facial recognition. Nuk pi shikohet fytyra, pas ka pas mask. Pas ka pas mask. Ti pys pak. Pi thëm shipe këti Isakit pi thëm une. Ku je kon ti po thot qatë natë që është vjedh makina? Ky hajni që po akuzohet për vjedh. Hajni po thot qatë natë po thot unë jem kon po thot të nejt të një event që thirët Pepis me femnën teme. Para se mu bon shumë vonë po thot natën, unë e kum lon ato femnën teme të shtëpia saj edhe kum shku në shtëpi. Unë po thot më ka zonë gjungmi me njerë. Pastaj në mëngjes jem qupi gjungmit sepse më ka thirr Koneli në telefon. Jo, Koneli qaj shoki i këtij që po thot. Kur ka qenë biseda juaj e funit me Konelin? E funit po që kun fol me ton ka qenë para 6 muaje po thot. Edhe jam shumë po thot i befasum që më ka thirr ai. Pikur, tash më ka thirr. Po thot ka kohë po thot që unë i kum lon këto punë po thot mon. Tash po thot jam me një jetë shumë më të mirë po thot edhe një lidhje me femrën time shumë të mirë po thot unë nuk jam i fajshëm po thot. Kur je taku pi them këtij me Bobi Sakin, i Konelit. Koneli po thot unë një po thot Bobin që 20 vjet po thot edhe shok jemi ngusht. A ky ja pas ka dhon këtij, më falni shqipe se tash e kuptova. Unë pi them këtij, Mr. Grovi, ky Zezaki. Mr. Grovi po thot ky, domethënë ky Zezaki po thot që ti ja ke dhon këtij një makinë të vjedht për me çu porosin, edhe e ke pyet ato, i ke thon atij që merr makinën ku don me shku. Ku du shko me makinë, ku don. Është e vërtet kjo. Ky po thot kjo kur gjon s'ka të bëj me mu po thot. Erën e fundit që e kom po Bobin, ka qenë po thot para 6 muaje. Bobi po thot më ka shpif mu. Çka me bon më shipe? Më shipa më tërgëni edhe ju ka pak në komento bro se adin është e vështirë shipe me vendos tamam kështu si gjyqtar bro se normal të vyn ndihma shumë të më kon shumë më mençes edhe si gjyqtar shipe më kon nuk kon let. Gjyqtarja adin bro se duhet me menu se çka me bon për shembull. Okej. Kjo shkon shipe për dheft, që është hajni, edhe të më thonë nëse është vesh hajni kështu, 2 vjet në burg, pastaj edhe 4 vjet që e ka bon që ato, të më thonë 6 vjet. Extortion kjo sa, auto theft që e ka vjedh makinën, 2 vjet edhe kështu 4, 6 plus edhe 2000 euro dënim. Armed robbery nuk është as fraud, nuk është. Jo, edhe fraud mundet më konë se fraud është shipe mashtrim. Po mashtrim, po mashtrim bro, se ja ka dhonë makinën e vjedh. Telit me besu tash. Ndoko qipe se ky Zezaki nuk ka shumë faj, se ky ja ka dhënë makinën e vjedh kinse i ka thonë okej, unë shipe e shpalli Konelin, jo, Isakin e shpalli shipe të pafajshëm. Është i pafajshëm. Isaki, ky është i pafajshëm. Shpak edhe njerë, më falni? Shpak edhe njerë? Edhe njerë. Okej, mira. E shpalli të pafajshëm. Ku inshallah s'mu ka ngull. Pastaj shipe këtë tjetën e Konelin e shpalli të fajshëm. Në burgim ka 2, 4, 6 vjet në burgim edhe 2000 euro dënim për kësi sene. Inshallah nuk mu ka ngull. Sukses. Mirë shipe. Nice. O ktheva apet në shtëpi shipe tash. Loja është bo safe. Okej, e për qëtu pianizmi, të kena kalendarin shipe. Mirë për talon të juve për ju thot shumë faleminderit që keni shikuar këtë video, ndaj që nëse shipe ju ka pëlqyer kjo loja, se ish e gjatë ish, ju shpevrini edhe ju edhe ndoshta ju pëlqen me po, se çka ka me po se episodin tjetër se çfarë krime. Nëse po doni me po, më tregoni këtë koment nëse bon 5000 like, vazhdoj. Like, comment, subscribe. Bye bye.